Ndërrojmë temë, djali i Isa Mustafës, Arbeni, është përfshirë në një skandal ku bashkë me Shpëtim Hazirin, këshilltar i grupit parlamentar të LDK-s, tentojnë të bindin Egzon Azemin, aktivist i vetëvendosjes, që ai bashkë me aktivistë të tjerë të kalojnë në LDK. Tregojmë prapaskena të shumta të komunës e të LDK-s. Në publik akuzojnë njëri tjetrin dhe thonë se dallojnë, por në fakt partitë politike në Kosovë ngjasojnë shumë me njëra tjetrën. Gjithçka brenda bëhet në bazë të atyre më të fortëve të partisë, e familjarët e liderëve kanë vërtet ndikim nga prapaskenat. KTV-ja ka siguruar disa incizime në të cilat zyrtarë të LDK-s tentojnë të bindin një aktivist të lëvizjes vetëvendosje për të bërë pjesë e kësaj partie. Shpëtim Haziri, që është këshilltar i grupit parlamentar të LDK-s, takohet me Egzon Azemin, të paktën 3 herë, për ta bindur atë që të kalojë në partinë e Isa Mustafës. Što žuje, jam e tash ti... Në vllaç nuk jo, qka ja dolëm bashk, ja dolëm. Shka si ja dolëm, s'me me thonë, bëj pashku, s'me me thonë vetë. Po, në vllaç nuk jo. Nëse kemi shku për parë, kemi shku dëtë. Nëse kemi dështu dëtë, që në mahë doza dështimit është shumë pak, kemi shku. Shumë pak, po shkak se njerëz të mi në fuqizim. Tash njerëz të mi i kam të fortë. Haziri, që shihet disa herë dhe me fytyrë në këto incizime, i premton Egzonit takim me Mustafën, duke e këshilluar madje që t'i kërkoj falje kryetarit të Prishtinës për kritikat që ja ka bërë. Ku po shef, nëse veç menon me kompena me takumet të partisës personalisht, që ai me ta mbështetjen, ai më jam shëlguar në Armendit, më jam shëlqyer secillit. Me të njoftisat personalisht, edhe thjesht kur gjë nuk është, se kërkimi falje është një përparësi shumë e madhe për dyja. Ku më gjyku që ashtu, më ka njeri, ku mujt me gabu, ai në atë moment garantoj që 3 fesh ma shumë ku me të mbështet. Pasha që të natë, se e një mentalitetin e tij. Në fund të një takimi, Haziri ja jep 20 euro Egzonit, dhurat për mbushje. Jo, Mërë një mbushje, të kemi firmë, ja? Po i që havim 20 euro për një mbushje, po i... Kaj kafe, të një ha. O shpejt. Për ta bindur Egzonin, zyrtarët e LDK-s e takojnë atë me djalin e madh të Isa Mustafës, Arbenin. Ai thot gjatë bisedës se është numër 2 në parti, por nuk dëshiron shumë të dalë në publik. Në këtë takim të datës 26 të këtij muaji, Haziri kërkon nga Arbeni që të ndikojë për të emëruar dikë të afërt me të në drejtorinë e arsimit, rinisë dhe sportit të komunës së Prishtinës. Egzonit, që është edhe kryetari i rinisë së gjimnazit Sami Frashëri, shpëtimi ja bën me dije se nëse gjëra dalin në publik, mund të ketë pasoja. Ato çka i diskutoj diçka që është në të rast i përgjithshëm që e dinë aty apo në vaj tjetër. Se është shumë të rrezikshme. Kto kërkon ta hubin familjen se vetja o lut, po familja çfarë? Votat që ja ka siguruar LDK-s, Shpëtim Haziri thot se do t'i kthehen pastaj me favore kur t'i nevojiten. Për me jetë llogarit i çikash. Tash çka më me bë më shumë, atë që i peshvis që thonë. Po çikash i kit mia, domethënë po çikash vota më ti borx. Me punë po çikash vota të më ahoj. Ai paralajmëron se Azir Borovci do të bëhet nën kryetari komunës, e që pastaj, siç thot Shpëtimi, nuk kemi nevojë bashkë për gjithçka me Elut Isën. Tregon se si ka ndikuar Borovci në zgjedhjen e antarëve të bordit të trafikut urban. Si vjetë u zgjedh bordi trafikut urban. Në dy çka po? Çdo 2 janë të mirë, 4 ka pas u zgjedh. Çdo 2 janë të mirë, që ka zgjedh për intervistë me vlera. 2 zgjedhje. KTV-ja ka kontaktuar me Egzon Azemin, por ai ka thënë se nuk është tani i gatshëm të flasë. Përgjigje për gjithë këto nuk ka pranuar të jap askush në LDK, pavarësisht se Kohavizioni u ka dhënë hapësirë që këtë ta bëj Ismet Beqiri, Vjosa Osmani e Azdran Osaj.